Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, ka deklaruar se reforma territoriale duhet të sigurojë dhe garantojë përfshirjen e të gjithë qytetarëve dhe grupeve të interesit në çdo hap të saj. Gjatë fjalës së tij në një konferencë të zhvilluar para ditën e kësaj të marte, Demo bëri me dije se është ngritur komisioni i posaçëm dhe është në proces të hartimit të metodologjisë dhe organizimit të seancave dëgjimore, ndërsa shtoi se do të kishte preferuar një ritëm më të shpejtë pune. Besoj që unë isha relativisht i qartë herën e fundit për sa i përket hapave që ne do ndiqnim për reformën territoriale. Komisioni i posaçëm në parlament tashmë është duke definuar metodologjinë që ata do ndjekin për sa i përket po e quajmë turit dëgjimor që do ndodhin në territor apo vetë seancave dëgjimore që do ndodhin në komisionin e posaçëm. Që të jemi sinqert, pritshmëria ime ka qenë që komisioni të ecë më shpejt, gjithsesi unë nuk do të ndalem në çështjet që kanë të bëjnë ngushësisht me funksionimin e komisionit të posaçëm. Ajo çfarë unë do doja të nënvizoja është fakti që ne si qeveri qëndrojmë fort parimeve të transparencës për këtë proces. Ne besojmë shumë që duhet me patjetër të ketë një informim jo thjesht të institucioneve që janë të përfshira në këtë reformë, por patjetër dhe vetë qytetarët dhe grupet e tjera të interesit duhet të kenë zë në këtë proces. Unë besoj sa më shpejt ne fillojmë të gjithë platformën për sa i përket marrjes së mendimeve, qoftë të bashkive, qoftë të qarqeve, por qoftë të grupeve të interesit, por të qytetarëve në fund ditës, unë besoj që është shumë më mirë për vetë procesin. Në cilin do rast, unë mendoj që pavarësisht metodologjisë që do të përcaktohet nga komisioni bipartizan, qofse mund ta përkufizoj kështu, në cilin do rast unë besoj që turet në vend duhet të bëhen me patjetër, ministria e mbështet fort këtë proces dhe patjetër që ne do të luajmë dhe rolin ton për të përfshirë në territor të gjithë aktorët lokal që t'i japin mendimet, qëndrimet, sugjerimet e tyre për sa i përket reformës territoriale. Kuptohet që nga vetë mënyra se si ne ndërtuam këtë proces, arsyeja pse procesi duhet filloj nga komisioni i posaçëm është e thjeshtë sepse atje janë të gjitha palët politike të përfaqësuara në komision. Ministri Ervin Demo tha se arritja më e madhe e kësaj reforme është shëndeti financiar i bashkive, duke shtuar se institucionet do të angazhohen për të përfshirë sa më shumë aktor lokal, ndërsa theksoi se reforma territoriale duhet të synojë adresimin e sfidave të së ardhmes.